mandat, edhe kush fiton, kush hu për i kësaj punë? Absolutisht humb Kosova, humb qytetari i Kosovës, humbin fëmijët tonë, cilin e presin një ardhme më të mirë. Unë e di që dikuj mundet më ju do klishe kjo që ju thash, po me të vërtet, unë vazhdimisht kërkoj prej gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe atyne që janë mbështetës të aleancës, edhe atyne që janë kundër aleancës, edhe atyne që janë mbështetës të lëvizjes vetëvendosjes, edhe atyne që janë kundër, po ju lutem shihni që atë ndodhë. Rasti krye prokurorit është një brutalitet. Është brutalitet në plot kuptimin e fjales. Unë personalisht nuk e ngjoj krye prokurorin e ri, amo e di që është zvarrit një proces për 5 vite, deri sa e kanë vu dikon që dojnë me vu vetë, edhe prap, kjo të kthen të ajo që e thash në fillim. Cili është qëllimi? Është qëllimi me kontrollu prokurorin, a me pas sistem drejtësisë i cili funksionon ma mirë. Përnderë, nuk do në mend fare që kjo situatë ka ndodhë për shkak se një grumull i vogël i personave ose një njeri do në me i kontrollu krejt. Nuk është me rëndësi që shpunon, nuk është me rëndësi sa din, nuk është me rëndësi kur gjo, nuk është me rëndësi vetëm, a e kontrollon vetë. Këto janë situata shumë të këqija për një shtet, aq ma tepër për një shtet vogël si Kosova, që ende i ka disa brishtësi, për shkak se jemi kriju rishtazi si shtet i pavarur, kemi të kalumen e zërshme, edhe dhimshme. Prapë e njëjta situatë është. Kosova që 2 vite, qeverisët në Kosovë që 2 vite, po thuj se 2 vite, shpërndahen fonde në mënyrë të paligjshme, po në shpenzime në mënyrë të paligjshme, për shkak se nuk ka kuvend që kish me mbajt qeverin përgjegjës, se mu ta marim, pavarësisht cila është shumica aty. Platforma e kuvendit është e shume. Platforma ma fuqishme ku thuhet fjala publike. Po përse na të ke fund Republikë Parlamentare jemi. Absolutisht. Për deputet votojmë. Foltoria e kuvendit është platforma ma fuqishme në Kosovë, prej ku zëri qytetarëve përmes përfaqësuesve të vet thuhet në kuvend. Edhe kjo është e mbyllën, edhe tash prapë ndëgjojmë që kanë vendosur deri me datën 7 gusht mos me e thirr seancën konstituive, që do të thotë me shku deri në ditën e fundit të afatit ligjor, edhe prapë unë po i pyes, tregona sinqerisht pse. Pse duhet me shty konstituimin e kuvendit deri në ditën e fundit të afatit ligjor për konstituim, kur edhe partitë që janë në opozit tash për tash, kanë thonë që nuk kanë problem me konstituim kuvend. Mundemi me e konstituu shpejt.